Unë jam Marta, vi nga Kosova, jam një qame e vogël, vi nga mbajemrin e artës krajinës së Çamërisë. Sot vi në përkujtim të viktimave, në nder të viktimave, sjellni mesazh nga Kosova, sepse ju jeni dhe ne, ju dhe ne jemi ata që kuptojmë dhimbjen e njëri tjetrit, ju nuk na ndat asnjëherë kur kishim dhimbje dhe ne nuk do të ndahem. Apeloj ke të gjithë që të mos të mbahen, mos të përkujtohen këto gjëra, këto viktima një herë në vit, po të përkujtohen çdo ditë dhe të kemi në mendjen tonë çdo ditë, mos t'i harrojmë. Faleminderit. Ardhja jonë është bërë e përvitshme këtu, sepse ne jemi nga ata njerëz që kam 12 veta të rreshtuar atje dhe prindrit tanë diqen vetëm për eshtrat e tyre që lamë në kam 3 motra atje të vdekura, 2 xhaxhallar, kshurit e parë dhe të gjithë. Dhe kam prur motrën e madhe zvar me bastun vetëm për të dhënë edhe një herë kujtimin e fundit se mosha bën të sajën, që edhe ata prindrit tanë të treten të qetë atje ku janë. Se për ne ishte një tmerr kur kemi dëgjuar prindit dhe në minutën e vdekjes së tyre ata kërkonin hyrjet e shtëpisë së tyre. Dhe ne jemi detyruar, kemi kaluar malit vetëm për të plotësuar amanetin prindërve. Ne kemi gjën më të shenjtë të ardhjen këtu, se kujtojmë të gjithë ata që kemi lënë në këto fushë. S'kemi se çfarë të themi tjetër për këtë dhimbje kaq të madhe tonën që e përjetojmë edhe fëmijët tanë. Jo ne, po dhe fëmijët tanë e përjetojmë këtë dhimbje kaq të madhe që kemi. Sepse kemi, nëse 40 veta në fisë, ne më të shumë do t'i lamë të vdekur rrugës. Dhe s'kemi se çfarë mund të themi tjetër për të ardhje. Këtu vi me atë zërin e vajtimit, por vim të paktën t'i kujtojmë që edhe ne mbetëm mbrapa. Dhe një ditë mase do vemi dhe ne në trullin tonë, të çojmë eshtrat e prindërve tanë, të prindrit e tyre. Ju faleminderit. Salla, gjyshe xhallar gjithë. Te un grofti. Un grofti. Edhe toni kërkime. Se plas. Kemi bërë, kemi tani. Ato këtë zgjidhje që shka. Fatmirësisht bloqin në mënyrë masive kam kriju unë që në 2006, kemi marrë çdo vit, në mënyrë masive, po të ardhur keq është kohët e fundit ka një pakicë vogël që vinë. Kjo është mungesë organizimi ndërse, po thënë ne kemi marrë në respekt bashkisht monitorit, e cila organizon këtë event sotu, dhe du të falenderoj dhe kryetarin e bashkisë Agjes Dilen, që na bëri gjithë bashkë, na mbledhi për të kujtuar 82 vjetorin e gjithë të rëndës që u masakruan në mënyrë të pafajshme, nuk përballuan dot udhëtimin nga Çamëria për të ardhur këtu, dhe ne vim në respekt se ne s'kemi tjetër ku të përkujtojmë njerëzit tonë. Ne kemi emra tu, kemi dita, si unë si gjithë jetë. Mirë është që shteti shqiptar, nga bisedime bilaterale me shtetin grek, duhet që neve të kemi në Çamëri një memorial, që ne të shkojmë që të vinë grekët këtu, po ushtarët e tyre, ne kemi njerëzit tanë, xhallarët, gjyshrit, hallat, modrat, pra jemi në një proporcion jo të drejtë, trashëgimi të drejtave, që kërkon shteti grek, dhe ne shteti shqiptar nuk është gjëne për një memorial për gjithë fëmijët vrarë që janë vrarë në masakrën e 27 qershor 1944. Ne do luftojmë derisa kemi jetë, po zgjidhje pse çame, pa manevën e këtyre gjithëve. Prandaj vim këtu, respekt të këtyre. Ne do të bëjmë një analizë vetvetes se a jemi ne të ndershëm, të qartë, që të prejën të qetë tuk janë, unë mendoj që ne s'ka problem atë që duhet bërë për fajin tonë. Kështu që pa diskutim që shpresën të kemi,
do punojmë derisa të kemi frymën momentin e fundit dhe do vim siç do vit në mënyrë që të respektojmë parat tona. Ka një ndryshim. Ndryshimi është që ky bë viti i dytë që e bën bashkia. Ka shoqata e Vlorës të diskutohet, ka të tjerë. Ka pasaj nga këta ustallarë që kërkojnë t'ja vjedhin aktivitetin, të duket sikur i bëjnë ta. Ka të çam, ka dhe të cilë do të çam. Po një gjë dua të them që kauza e çështja e çamit nuk është tre për maskarejë. Kushdo që ta marrë ta sjellë vërdall, kjo ka vetëm një zgjidhje. Ajo zgjidhje do t'i vi kur Shqipëria të hyrë në Evropë. Prallat e këtyre nastradinëve, pastaj Facebookeve, e trimave poshtë e përpjet, djalëm kohës. E kanë vëndit e koshi maskarejve të historisë. Unë jam me origjinë nga Artica, nanën nga Arila, burri nga Vola. Kur erdhen të braktisën nga Napoleon Zerva, erdi babai me 7 fëmijë, edhe nana 8, e baba 9. 5 fëmijë na kanë vdekur këtu një ditë. Ballkëza 15 vjeçe, Habibeja 8 vjeçe, Salomea meja ishte 4 vjeçe, një djalë 2 vjeç dhe një fëmijë sa i lindi nana. Erdhë u nisën 9 veta, janë katandisën në Vlorë, kanë ardhur 4 veta. Kurse Xhaxhai, Muhamet, Hiseni, kam vdekur 6 fëmijë nga 28 vjeç e poshtë, një ditë këtu. Banë mend ata njerëzit e tu? Po si mbaj mend të E vërtet? vajtë një herë gjatë kësaj periudhe në fshatin tënd? Kam vajtur një herë, po nuk dia se unë kam lendur në 9 i pari 1928. Bagjis gjithë atyre vite më duroj Zoti mua. E kam emrin e një motre Habibe, po më flasi Najit Rakiki, që të kemi jetë. Me 2 emra jam. Pak shihet të gjallë. Inshallah të gjithë bashkë. Po vetë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në Konispol, mirë se keni ardhur në Konispolin tuaj, mirë se keni ardhur në atë pjesë krahinore të Shqipërisë që sot simbolizon jo vetëm Konispolin, por është vend pelegrinazhi për të gjithë ata që e kanë kokën me ata nga kufiri. Në emër të gjithë atyre që e humbën jetën këtu e 82 vite më parë, prej genocidit të ditur tashmë, dhe që gjithë janë shënuar këtu dhe shumë të tjerë që nuk janë. Në emër të tyre propozoj 1 minutë të heshtje, thjesht për nderim dhe respekt. Këto është ditën e genocidit, nuk do të thotë që ne jemi akmarës, nuk do të thotë që ne duhet të luftojmë njëri tjetrin, por duhet jemi bashkë të përkujtojmë këto data, të transmetojmë në breza traditën tonë, kulturën tonë, historinë tonë, dhe ashtu çështja çame do të vazhdoj të jetoj sa të gjithë brez pas brezi ta transmetojnë atë. Komuniteti Çam nuk është vetëm ai që numërohet në regjistra. Komuniteti Çam në këto 82 vite tashmë, secili nga ne ka një nuse në fis, secili nga ne ka një dhëndër në fis, secili nga ne e ka një gjyshe, ka një nip, e ka një mbes, Tarbashkie që këtë datë ta përkujtojmë të gjithë dhe organizimit jetë këtu në Konispol, nga Bashkia Konispol. Qoftë majtas, qoftë djathtas, qoftë qendër, qoftë çfarë do lloj ngjyrimi politik, sepse çamëria nuk është politik. Është një detyrim moral që gjithë secili nga ne, para sa i takon, duhet ta mbajnë në zemër dhe në mendje. Kështu që veprimet tona nuk maten me veprimet tona politike, matet me sa ne i shërbejmë kauzës tonë kombëtare. Mirë se u gjej, për njerëzit që hapiten, unë jam Çam që kam linë në Shkodër, edhe jam me raj e me deg e me tron Çam, por gjuhën e kam prej Shkodrit. Mirë se keni ardhur. Para se me fillu me i uru mirë se ardhjen, të gjithë pranishmëve, ju ftoj të mbajnë 1 minutë heshtje për gjigandin e qamërisë, për burrin e mirë tonin, për simbolin e qamërisë e të kësaj zone, Recep Ismailin. I
përjetshëm kujtimi i tij. Unë këtyne emrave, po edhe të emrave të tjerë, që mu më duket se i kena në zemër, po se po në shpirt, po se po në trunë, po se po dhe në parajrë. Zoti i mëshiroft, Zoti i lehtësoft. Se është e pa mundur të qëndrosh në këtë vend, pa ndjerë për ullje, dhimbje, nderim, për këta martirë shqiptarë sham, të cilët hupin jetën në verën fatkeqe të vitit 1944. Mos shkruhet me harres, si i tillë jam i bindur se ky amanet nuk nga harrohet më askush, mund ta na shkalohet, po si mund të harrohet ky amanet? Është e pa mujtun të harrohet ky amanet. Sidomos njerëzit që i thonë vetet shqiptar, e sigurisht shqiptar qam. Ne? Po sigurisht nuk harrohet as me vllaznit kosovar, të cilët na kanë ndëruar këtu. Po nuk harrohet as nga vllazët shqiptarët e Maqedonisë që janë një pjesë këtu. Po si ka mu harru, po shqiptari po jetoj edhe në Kanada edhe në Amerikë, e kudo, nuk harrohet. Unë kam një hall që ta ratisën atje, edhe kishte der faltore të qamve, xhamia të qamve, varrezat të qamve. Po edhe u kujtoshin qamt e vrarë. Vdeshën 45 vite pas martirizimit të mbi 3000 shqiptarëve në një eksod biblik nga Çamëria dhe vdekjen të po 3000 të tjerëve nga Etja e nga Uria këtu ku ne jemi, që të mundet të përmendej fjala Çamërisë sërish, që të mundej që të bashkëorganizohej gjithë komuniteti dhe të krijonte shoqatën e parë advetare politike pas regjimit komunist. U deshën 50 vite pas martirizimit të shqiptarëve të Çamërisë, që shteti shqiptar të rritej në nivelin e detyrës së vet dhe ta shpallte 27 qershorin si ditën e genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. U deshën 70 vite nga dita e martirizimit, që këto kodra të cilat fshihnin në to, jo vetëm eshtrat, por plagën e madhe kombëtare, të ktheheshin në vareza monumentale dinjitoze, të cilat e mbajnë gjallë çështjen çame sa të jetë njeriu në këtë tokë. U deshën 82 vite që këtë aktivitet që e ka organizuar për herë shoqata Çamëria gjitha vitet e ekzistencës, dhe këtu janë kontributorët kryesor të ngjalljes së kësaj ndjesie, sot ta organizoj shteti shqiptar. Prandaj, duke kuptuar vështirësinë e 50 viteve harres dhe kalimin gradual drejt një çështjeje që ishte individëve dhe plagës së tyre drejt një çështjeje që është e shtetit dhe kombëtare, unë dua ta nis duke falenderuar Bashkinë e Konispolit dhe shoqatën adhetare patriotike Çamëria, që sot janë këtu dhe na kanë bërë të gjithëve bashk. Ashtu siç duhet të jemi të gjithë për Çamërinë. Çamëria nuk është dhimbja e atyre të cilët kanë humbur paraardhësit e tyre aty. Nuk është dhimbja atyre të cilët kanë humbur trojet që janë rritur. Është dhimbja e shqiptarisë. Është dhimbja e të majtëve dhe të djathtëve. Është dhimbja e shqiptarëve të Çamërisë, e shqiptarëve të Llabërisë, e shqiptarëve të Toskërisë, e shqiptarëve të Gegërisë, e shqiptarëve të Kosovës, e shqiptarëve të Maqedonisë. Është dhimbja jonë e madhe kombëtare. Dhe ky komuniteti shqiptarëve të Çamërisë, ka meritën e dyfisht. Jo thjesht sepse na ka bërë të gjithëve që ta kemi dhimbjen tonë, por së pari, sepse ka arritur që të mohoj urrejtjen. Këtu ne shohim emrat, janë emra njerëzish. Janë mbi një emra të gdhendur këtu nga mbi 3000 të cilët kanë vdekur këtu. E 3000 të tjerë të cilët janë masakruar e janë dëbuar. E 27000 të tjerë që janë dëbuar nga shtëpitë e tyre dhe nga vatrat stërgjyshore. Do forcë që ky komunitet e ka treguar më shumë se kushdo, që këtë të mos e kthesh në urrejtje ndaj tjetrit, po ta kthesh në dëshirë
për drejtësi pa e urryer tjetrin, në dëshirë për të zgjidhur çështjen e për të bashkëjetuar në harmoni. Prandaj, shqiptarëve të Çamerisë ne ju kemi një borxh të shumëfisht. Na kanë treguar vlerën e harmonisë, na kanë treguar vlerën e mungesës së urrëties, na kanë treguar vlerën që asnjë çështje pa zgjidhur nuk mundet të shuhet pa u zgjidhur. Prandaj, çështja Çame do të zgjidhet sa kohë ne jemi këtu çdo 27 qershor, e për sa kohë çdo shqiptar i Çamerisë e mban në zemrën e vet këtë çështje. Faleminderit. Unë dua ta nis ashtu siç babi do kishte dëshirë, të dashur kontra edhe vëllezër. Sot po flas me dhimbjen më të madhe për humbjen e babait tim, me mallin që më ka kapluar, por edhe me krenarin më të madhe që babi im ishte dhe për njeriu që ai ishte. Ishte një vëlla i dashur, një gjysh i përkujdesur, një baba i jashtëzakonshëm edhe një mik i rrallë. Për mua dhe vëllain tim, babai im ishte shtylla, udhëfryesi ynë dhe mbështetja jonë më e madhe. Në çdo hap të jetës kemi pasur mbështetjen, këshillat dhe dashurinë e tij të pakushtëzuar. Na mësoi si të jetojmë me ndershmëri, dinjitet dhe respekt ndaj të tjerëve. Nga ai mësuam dashurinë për familjen dhe respektin për rrënjët tona. Ishte një atletar, patriot i vërtet, që jetoi dhe e deshi vendin e tij, historinë e kombit shqiptar e veçanërisht krahinën tonë të dashur Çame. Babi si kryetari i shoqatës patriotike Çameria Dega Saran, për 6 vite dhe si një antar e një zë i parreshtur për 35 vitesh punoi me përkushtim dhe shmëri për të mbajtur gjallë kujtesën, traditat dhe dinjitetin e komunitetit Çam, për të mos harruar vuajtjet, sakrificat dhe të drejtat e mohuara të këtij komuniteti. Ai besoi dhe insistoi se historia e popullit Çam nuk duhet harruar kurrë. E ngriti zërin që çështja Çame të mbetej gjallë, duke u trashëguar brez pas brezi. Për të çështja Çame nuk ishte thjesht dhe vetëm një kaos, por një amanet i të parëve tanë që duhet ruajtur me çdo kusht, dinjitet dhe këmbgulje të fortë. E deshi Çamërinë me gjithë zemër dhe për aq kohë sa jetoi, luftoi pa u lodhur që historia, kultura dhe historia e popullit Çam të mos harroheshin kurrë. Si njeri me zemër të madhe, i besës dhe njeri me shumë vlera, i qëndroi besnik parimet të vetë të tij dhe fitoi respektin e të gjitha atyre që e njohën. Babi im u largua nga kjo botë krenare dhe me kokën lart, sepse kreu detyrën e tij për aq kohë sa jetoi, ndaj familjes, shoqërisë edhe çështjes Çame. Kujtimi dhe veprat e tij do të mbetej gjithmonë mes nesh. Ju faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit. Shtojmë zotin e gjithë Muqiçi, Të nderuar deputet, i nderuar i kryetar, miku im. Të faleminderit shumë për këtë organizim të unitetit të gjithë atyre që e patën fatin të punojnë për trevën tonë Çamerin. Të faleminderit edhe një herë shumë. Nga vitet e mia, shumë gjëra më kanë bërë krenar, sepse i takojmë gjeneratës së artë të shqiptarëve, që nga viti 1981, pastaj demonstratat, ilegaliteti, UÇK-ja, pamarësia dhe tash mu më përmbush puna për të punuar me të vërtet për trevën tonë që po na kullon gjak. Tash e të 2 vite. Shumë vite, shoqata patriotike Çameria, shoqata Çameria Kosovë, të gjithë ne që patëm fatin të punojmë për Çamerinë, por çfarë po ndëgjojmë? Nga tash po punon shteti shqiptar për Çamerinë. Pra këto ishin ato gjitha vitet që ne ta detyrojmë edhe shtetin tonë që të punojë për Çamerinë. Unë përveç se jam falënderues që pata fatin që të pri një grupi të mirë nga Kosova në rrugën e shajt, sepse të jesh pris i një shoqate, të jesh pris i një kauze, është vetëm fat. Nuk e ka asnjë privilegj, është vetëm fat. Dhe fati im shumë i mirë, që unë takova shumë miq,
shumë njerëz të devotshëm të kësaj çështje, si mikun dhe vllahun tim Shpëtim Idrizin, të cilin e falenderoj shumë. Kosova asnjëherë nuk ka hekur dorë nga trevat e shqiptarëve. Pra, edhe në betimin tonë si ushtria qlirimtare e Kosovës, na kanë mbet një 2 rreshta pa i përmbushur, por ne po punojmë në atë drejtim. Ju falenderoj shumë, shumë falenderoj. Duke i falenderuar të gjithëve, të gjithë kontributorët, Shoqatën Patriotike Çamëria, Fondacionin Çamëria Santasini, Shoqatën Çamëria Kosovë, gjithë pjesëmarrësit, Tahir Muedini, Dash Tahiri, Shpëtim Idrizi, gjithë kontributorët në vitet të çështjes Çame, edhe njëherë faleminderit për kaq sa keni bërë dhe ju ftoj që të gjithë bashkë të bëjmë akoma dhe më tepër në vitet në vijim. Që ju sapo e thatë që ne kemi 82 vjet që çdo herë përkujtojmë, po jo vetëm, kujtimin e këtyre mira martirëve të Çamërisë. Praktikisht ne kemi hodhur shumë gur kilometrik në zgjidhjen e kësaj çështje. Më lejoni t'ju kujtoj që përpara këtu ishte i fushë djerë dhe sot ne kemi varreza monetare të Klodhit, të cilët janë meka e shqiptarisë dhe që janë kujtesa historike për atë që ka ndodhur. Së dyti, desha të them që tashmë ekziston një rezolutë për çështjen shqiptare të Çamërisë. Ne kemi deklaratë që Parlamenti i Shqipërisë është dëtuar Parlamenti i Greqisë për heqjen e gjithë luftës dhe sigurisht që çështja shqiptare e Çamërisë është e plotë nga pikpamja historike, diplomatike, nga pikpamja politike, nga pikpamja së drejtës. Ajo që ne duhet shtyjmë akoma më shumë është që kjo është një çështje e cilët ne na përfaqëson shteti shqiptar. Pra, ne do shtyjmë fort që shteti shqiptar, sigurisht edhe në kuadrin e hyrjes në Bashkimin Evropian, ku nuk është më çështje bilaterale, por është çështje shumë më e gjerë se sa kaq, unë jam besim plot që për herë të parë kur ne të kemi një shtet fort, serioz, dhe që ta shohim marrëdhënien me Greqinë me dinjitet dhe me reciprocitet, sigurisht që çështja Çame do të ketë zgjidhjen e saj. E përsëris, ne jemi këtu, gjallë shqiptarët e Çamërisë, këto varreza janë këtu për të kujtuar kudo tragjedin e shqiptarëve të Çamërisë, por është e plot dosja diplomatike, dosja politike dhe rrugët e zgjidhjes çështjes shqiptare të Çamërisë. Mos harro që për çështje të tilla unë përfaqësoj gjithmonë një shqiptar të Kosovës, i cili kur e pyetën për masakrën e Reçakut, tha genocidi nuk ka mosh. Pra, ne na duhet të ecim si Kosova që mas 100 vjetësh fitoi pavarësinë, apo vendet të tjera të cilët nuk kanë rresht të shkërkuar të drejtën e tyre. Sigurisht që ne shqiptarët e Çamërisë kemi treguar për 82 vjet, por edhe sa të jetë nevojshme, derisa të jetë shqiptari i fundit të Çamërisë, po edhe shqiptari i fundit që ne do t'i japim zgjidhje që shqiptarëve të Çamërisë. Se shteti shqiptar ka fund të zgjidhur çështjen Çame, të heqë ligjin e luftës. Ligjin e luftës ne e kemi kërkuar me forcë dhe duhet ta kërkojmë shtetit grek. Pra, ky është një atavizëm. Mos harroni që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet 2 vjet më parë inicioi në Parlamentin e Shqipërisë një qendrim të Parlamentit të Shqipërisë për Parlamentin e Greqisë. Dhe ne kemi tani një dokument zyrtar për këtë gjë. Sigurisht e kanë përsëritur, e kanë përsëris, i obliguar edhe këtu, them që padyshim që gjatë gjithë kësaj kohe, shteti shqiptar ka qenë intimiduar deri në kufijtë e servilizmit për të parë në sy gjithë çështjen Çame që siç e thash, i ka të gjitha aty brenda. Pra çfarë do thotë, e kam thënë këtë para, çfarë do thotë që çështja Çame ekziston? Se ekzistojmë ne? Ja ku jemi, gjallë, këto varreza ekzistojnë, e drejta historike ekzistojnë, e drejta juridike ekziston, dokumenta relevancë që është rezoluta mbi shqiptarët e Çamërisë pra ekziston. Këtu do të ke kujtuar gjë shumë interesante. Ka një shprehje të Bismarckut që më pëlqen shumë, e cila thotë shpreha më e drejtë për drejtë e historisë është gjeografia. Pra, shqiptarët dhe Çamëria është atje që ku është krijuar kjo botë dhe nuk ka dyshim që është një vazhdimsi të llazgo iliro arbërore dhe të shqiptarëve të Çamërisë. Nuk ka dyshim që fiset e kaonëve, mollosëve dhe thesprotëve bën lidhjen e periote dhe që Skënderbeu në përkënaren e vet dhe titullin zyrtar e kishte mbreti i Epirit dhe Zoti i Arbërit. Pra, nuk ka asnjë dyshim, vazhdimësia është ne shqiptarët e Çamërisë jemi kënd, por siç e pa edhe sot ne jam bashkuar të gjithë shqiptarët. Dhe këtu unë jam besim plot. Faleminderit.
paruar kujtimi tyre. I paruar kujtimi tyre, por edhe gjithë atyre që të gjithë me solidaritet dhe me zemrën dhe me bindjen që një ditë e drejtë këtë datë sepse kanë dikë që ka humbur jetën. Hera e parë si vjetë që Bashkia Konispol organizon një sinë e tyre në vite kontribuan për çështjen Çame. Dhe kjo duhet vazhdojë të mbetet këtu në Bashkinë Konispol, ashtu si kime territoriale të konsolidohet dhe ta marrë edhe guximin, por edhe I përjetshëm kujtimi I tij. dhe kështu mbledhsim nga era në përkujtime dhe të jemi të lidhur bashkë me njëri tjetrin sepse kjo është më e rëndësishmja. Ha.